Vllaznia e basketbollit për meshkuj e ka nisur 2026 me këmbë të mbar duke mundur në shtëpi ekipin e Teutës me rezultatin 88-73. Desha luajtur në Qazim Dervishi vuri përballë dy skuadra që për momentin janë në garë për vendin e katërt pas beslidhjes kryesuese Tiranës dhe Apolonis. Kjo fitore e regjistruar ndaj Dursakëve pozicionon vllaznin në vend të katërt me 1 pikë më shumë se Teuta e Durrësit. Referuar e sërisë së takimit, ajo që i dha sigurinë e fitores vllaznisë ishte perioda e parë, që u fitua 25-12. Në 10 minutë e periodës së dytë, Dursakët fal pikëve të shënuara nga basketbollisti shkodran Elian Memçaj arrin të fitojnë 18-19, por pa e cënuar avantazhin e kuqebluve. Djemtë e drejtuar nga Eni Llazani vijojnë të luajnë mirë dhe në periodën e tretë fitojnë 27-21 duke thelluar avantazhin në plus 18 pikë. 10 minutat e periodës së katërt dhe të fundit të krejt ndeshjes kanë qëndrueshmëri në lojën e vllaznisë, e cila për disa minuta e mban avantazhin në kufit e 20 pikëve, ndërkohë që në minutën e fundit miq nga Durrësi përfitojnë duke shënuar 2 kosha rallazi dhe duke fituar këtë periudhë 18-21, ndërsa rezultati përfundimtar është 88-73 në favor të kuqebluve. Vim nga një pushim 3 javor pa meshje, ishim pak në dyshim se si do e filloshim lojën, sepse kur vjen nga pushimi gjithmonë nuk e din se si do të reagojë skuadra, po jam i kënaqur me mënyrën se si reaguam në fushë. Djemtë u përplasën, patëm një fillim goxha të mirë, sidomos në mbrojtje, ku arritëm me kap ekipin kundërshtar në kundra sulme. Nuk e pritshim që do e kishim kaq të menaxhueshme lojën, mendom se Teuta do kishte më shumë rivalitet ndaj nesh, duke pas parasysh edhe renditjen e tyre në kampionat, ku sot ishim me pikë barabarta, po ndeshja e sotshme na çon në 1 pikë diferencë. Tash java që vjen na gjen në Vlorë, ku do luajmë kundër Flamurtarit, dhe më herë më mbrapa luajmë me Apollonin në Shkodër, ku jena 1 pikë diferencë ndaj Apollonis. Pra sot mbyllim fazën e parë në vend të katërt me 1 pikë diferencë ndaj vendit të pestë. Edhe tash duhet shohim mundësinë për të luftuar për vendin e tretë. Por du theksuar është se gjatë ecurisë së takimit, basketbollisti shtatlart i vllaznisë Klajdi Kiri ngarkohet shumë me gabime personale nga ana e gjyqtarisë, gjë që shoqërohet me reagim nga ana e tifozërisë. Ka hapësirë për të pa çfarë mund të rregullojmë ne, por mendoj që ka hapësirë edhe nga ana e grupit gjykues për me pa pak edhe gabimet e tyre.